bisedë është çfarë po bën Rama, po bën propagandë. Çfarë duhet bënd ato që thot mentori, nuk u arris mirëpafshim. Pra nuk e shoh të arsyeshme tu arris. Mirë po, ky është kryeministri jonë dhe ne do ta diskutojmë tani, do merremi se s'kemi ç'a bë. Ata shikojnë rritjen e rrogave, nuk janë engjëj. Tash jemi të qartë, këtu dhe ai e di shumë mirë këtë. Ai di dhe perceptimin e publikut për ata. Pra gjyqtarët, prokurorët, ka 35 vjet që sulmohen politikisht, qoftë nga njëra forcë politike, qoftë nga tjetra. Në një farë mënyrë kryeministri në çdo vend botës ndodh në fakt që merren me prokurorët, me vendimet e gjykatave, i komentojnë politikanët, se politikanët fjalën kanë. Pra, nuk është në një hata e madhe, sepse thot kryeministri që nuk do arris rrogat. Problemi është se Rama nuk është kundër rritjeve të rrogave të atyre, se Ramës nuk i dhimbsen para të shqiptarëve, se po t'i dhimbseshin, nuk i bënte rrushe kumbulla siç i ka bërë. Do me tunelet, me rrugët që shemen çdo ditë, me afera korruptive galopante. Pra ka para shteti shqiptar, buxheti, që edhe rrogat e gjyqtarëve, prokurorëve t'i rregullojnë që ata të mos abuzojnë. Megjithëse sado që t'ja bësh rrogun, ai që është hajdut do e ndyjë në dorën prapë. Dhe kërkesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve se po ta shohësh, edhe ata i shkojnë pas avazit Ramës. Bën një reagim ai, bëjnë një reagim ata, kanë krijuar ca shoqata dhe bëjnë reagime kështu, hidhen me njëri tjetrin, pasohen. Për mua janë në të njëjtën lojë të dyja palët. Dhe në fund fare ka për të arritur rrogat ai se s'është, pra unë nuk e shqetëson atë rritja rrogave të gjyqtarëve të prokurorëve. Ai po kalon kohën, kur s'ka me ç'a merret me gjyqtarët, me prokurorët. Të duket si një lojë mes palëve, po është interesant se këto gjyqtarët ankohen nga kryeministri, por kur vjen puna, të gjitha pjesën ndërmuese të vendimeve të rëndësishme që kanë marrë, i kanë dhënë në favor të qeverisë. Po pra, domethënë nuk ka asnjë vendim që t'i ketë shkaktuar dhimbje koke. Nuk i ka shkaktuar në dëm kryeministrit deri tani ata, për çfarë arsye nuk do ai që t'u arris rrogat atyre. Se nuk është ky thelbi i problemit. Pra, kemi gjykatën kushtetuese, nuk guxon të marrë vendim për Belinda Ballukut. Se i bën presion, ky i bën shantazh. Çfarë frikë kanë ata se nuk do rris rrogat Rama? S'është ky problemi, se ata rrogat të mira i kanë. Pra, gjithë sistemi i drejtësisë. Diskutimi do të ishte ndryshe, ore se ka dhe një hierarki, në fakt, çështja e rrogave në një shtet ka një hierarki, nuk mund të kërkojnë një pushtet rroga më të larta, për shembull se pushteti legjislativ ose ekzekutiv, do të ketë i farë balance edhe kjo. Do të ketë një piramidë rrogash, po. Në këtë prizëm, po të ishte Rama një kryeministër i ndershëm, mos kishte mbi kurriz gjitha aferat korruptive që ka, kjo ze vën ky lloj diskutimi. Pra, ka një piramidë shtetërore, ka një hierarki pagash, edhe hajde ta diskutojmë, në fund fare parlamenti do e marrë vendimin për këtë çështje. Po halli aty është që ai shtyn kohën, duke u marrë me këto gjithë ditën, mediat ndarë e kanë ushqim për këtë çështje, edhe i fituari në fund prapë kryeministri është se nuk ka asnjë vendim gjyqësor që është në kundërshtim me dëshirat e Edi Ramës. Po, Ermal